Dita e kujtesës për viktimat e Holokaustit shënoi ditën e dytë të vizitës së Edi Ramës në Izrael. Kjo pas një ditë të parë dhe një fjalimi në Knesetin e Jeruzalemit, ku Edi Rama nuk foli më thjesht si kryeministri i Shqipërisë, po si një politikan që ka marrë përsipër një tjetër mision. Me stilin e tij origjinal, Edi Rama përktheu me tone personale bashkëtesën e feve në Shqipëri. Mes fëmijëve të rritur si ortodoks, gruas së tij muslimane, dorëzimit vet si katolik dhe simpatisë që Zaho, djali i tij i vogël, kishte shprehur për hebraizmin. Rama nuk ishte krijues, sepse kjo është në fakt historia e shqiptarëve, që nga koha e Skënderbeut, ku indiferencën e tyre ndaj kulteve shpesh ja kanë përkthyer dhe si bashkëtesë. Dhe në emër të këtij tipari të etiketuar dhe si virtyt, Rama dhe vetëm ai gjeti kurajon që para deputetëve izraelit, të cilët bëjnë diferencë nga njëri tjetri vetëm se kush është më i ashpër ndaj Hamasit apo shtetit palestinez, që të fliste jo thjesht për bashkëtesë mes dy kombeve, por edhe me gjithë arabët, mbi duke përfshirë edhe Turqinë e Erdogan. Sigurisht duhet guximi të çmendur sot politik të vendosesh mes Izraelit dhe Palestinës, sidomos pas ngjarjeve të tmerrshme të 7 tetorit 2023, sepse do vendosesh mes një sulmi terrorist pa parë, si ai Hamas, me mbi 3000 viktima civil, të cilave deri dje u fshinin dhe kufomat, dhe një tragjedie njerëzore pa precedent në rripin e Gazës me mbi 60.000 viktima, gjysma e tyre fëmijë nën moshë. Mes një grupi terrorist që përdor gra dhe fëmijë si mbrojtje njerëzore, dhe nga ana tjetër një qeverie gjysma e cilës sot kërkohet për t'u arrestuar për krime ndaj njerëzimit. Mes historisë së një komi të përsekutuar në shekuj dhe të kërcënuar me zhduke si hebrejt dhe palestinezëve, të cilët këtë zhduke e rrezikojnë edhe sot. Dhe kjo pa u futur hiç në ato kilometër katror në Jeruzalemin e vjetër, ku luhet historia e njerëzimit mes varrit Krishtit, Xhamis Al-Aqsa dhe murit lotëve. Muri që ndan me gur dhe me lot tragjedinë e përbashkët të një populli, të dy kombeve dhe të tre feve. Një mur lotësh ku i pafajshëm si fëmijë, sot Zaho Rama është çuar për dorë nga jati i tij për të bërë pjesë e një historie që na prek dhe na përket në dy ekstremet e saj. Sigurisht përfshirja e Edi Ramës ka reperkusione politike dhe të brendshme. Ndërsa ai në sytë e opinionit botror rrit prestigjin e vendit, por dhe tim personal, këtu në Tiranën tonë provinciale gjërat janë pak më ndryshe. Benjamin Netanyahu, i cili priti Ramën me të njëjtat përkëdheli protokollare që i dhate presidentit Trump pak javë më parë, nuk ka fare lidhje me linjën hebraike Soros. E pra Berisha jo më larg se sot nga Strasburgu e quhet i qeverinë Rama një mini republikë të Sorosit. Dhe Rama në fakt ka raporte të forta dhe me Soros. Në vend megjithëse jo në nivelin e Maqedonisë dhe të Kosovës patit demonstrime pro-Palestinës, si shenjë e rritjes së ndjeshmërisë edhe fetare në vend. Dhe dihet se Rama gjatë këtyre viteve me komunitetin musliman ka harxuar jo pak kohë dhe mund për të siguruar një normalitet të brisht. Politikisht ndaj afristi me Izraelin nuk ka ende ndonjë kundërshtim fort këtu në vend, por edhe ajo ka nisur nga deputetët e forcave të reja. Ndërsa angazhimi i Shqipërisë dhe i tij në bordin e paqes sigurisht rrit prestigjin ndërkombëtar të Shqipërisë, por ndërsa jemi në rrugën e shpejtë të integrimit, nuk jam daq i sigurt nëse kjo vizitë në Izrael heq apo shton një pengesë më shtunë. Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe